Mbajtja e armëve të ftofta nga të rinjt ka qenë e pranishme në shoqëri, por përdorimi i armëve luftarake si kalashnikovët në shkolla duhet të jetë një alarm i kuq për Ministrinë e Arsimit dhe Policinë. Njohësi çështjeve të sigurisë në vend, Avni Islami ka thënë për Tribunën se këtu diku është kaqëlon sistemi. Sipas tij, kjo vjen pas se mungon bashkëpunimi serioz mes drejtorisë së shkollave dhe policisë. Menaxhimi i dobët nga ana e shkollave dhe mos analiza e gjendjes së sigurisë po sjellin vrasje të rinjve tan. Duhet urgjentisht të bëhet koordinimi i drejtorive të shkollave dhe policisë në mënyrë që të mos lejohen apo të parandalohen bartjet e armëve, qoftë nga persona të mitur apo edhe të rritur, që të mos kemi raste të tilla si ky i fundit në Mitrovic. Patjetër të filloj vendosja e kamerave të sigurisë, duke zgjeruar perimetrin edhe jashtë objekteve të shkollave dhe të përcillen lëvizje të dyshimta, jo vetëm për armë, por edhe për droga. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Brendshme ka iniciuar projekt ligjin për legalizimin e armëve dhe dorëzimin e armëve të vogla dhe të lehta, municionit dhe mjeteve eksplozive, dhe qeveria e Kosovës e ka miratuar këtë projekt ligj, tani mbetet të procedohet deri në miratim. Ndërsa për rrezikshmërinë e përdorimit të armëve nga të rinjt ka treguar edhe zëdhënësi i Policisë së Kosovës Bake Kelani. Kryesisht të rinjt përdoren ta quaj armë të ftohta, siç janë mjetet e prehta, thika dhe gjësende të tjera, ku kryesisht me ato më shumë kemi rastet e evidentimit të lëndimeve trupore apo prishjes së vendit të qetësisë publike. Ndërsa sa i përket përdorimit të armëve të zgjarit, është një kategori tjetër, ta themi një kategori e personave më të pjekur apo më të moshuar, të cilët kryesisht në bazë të raporteve zyrtare dalin që kanë përdorur armë. Unë them që Policia e Kosovës në kuadër të planifikimeve të saj operacionale ndërmerr veprime konkrete në gjithë territorin e Kosovës dhe diku afërsisht rreth 1500 armë arrin të sekuestrohen e vet. Kohëve të fundit, si pasojë e përdorimit të armëve, shumë të rinj kanë humbur jetën.